Mirëmëngjes të dashur bashkëdhetarë kudo që ndodheni. Ju përshëndes, unë Mimoza nga Rumeli TV dhe ju uroj që të kalojmë me dorë të këndshme së bashku. Vazhdimisht jeni të mësuar që të ndjekni programin tim çdo të shtunë dhe çdo të premte dhe çdo të hëna. Dhe përsëri jam së bashku me juve. Ne jemi në botë për besën. Besa e shqiptarit si purteka e arit. Shpresoj që disa shqiptar mos ta humbasin këtë besë. Unë për vetes shqiptare, si vajzë krutani që jam, veç se vdekja mund të pej nga besa që jap. Dhe shpresoj se shumë shqiptar dhe shumë këngëtar dhe shumë njerëz që mbajnë emrin dhe titullin shqiptar ta nderojnë kombin tonë duke mbajtur besën. Telefonu më zmëvar. Alo? Alo? Efendim buyurun. Bir saniye efendim. 2 saniye olsun. Bir Arnavutça şarkı sizden rica edeceğim. Tamam, Rifat Berisha'dan Ruşe Mori Ruşe güzel böyle bir çifteliliği olan bir şarkı göndersem olur mu? Olur ama belki şimdi değil de haftaya şöyle bir şarkı var benim. Söylesem acaba mümkün mü? Bunu söyleyeni de biliyorum. Bakın. İvuj duniyam në këtë jetë sa të nëroj der të vdes. Arnavutça şarkısı bu. Evet, bir Şkodra şarkısı bu. Şkodra, evet, bu olmazsa o ikincisi de şöyle şey vardır. Me të lutur kur e jeta këtë jal me dashuno. Këtë këngë e bën Ismet Peja te Makedonijës. Patjetër do të mundohem të gjej këngë që kërkoni dhe do të transmetoj për juve me radhën, dakord? Po. Ju përshëndes dhe ju falenderoj. Këtë javë sot mesela është e hënë. Të gjumane jene a keni program po mos keni? Do të vazhdoj edhe të premten do e vazhdoj. Çdo të premte dhe çdo të hënë do e vazhdoj programin ashtu siç ka qenë.
Përshëndeshëm, mesazhum var Mihil Krasniqi. Mihil Krasniqi, Kosova'nın gerçekten sevilen bir sanatçısıdır. Babası da Maraş Krasniqi çok eski sanatçılardı. Onlar yani sanatın babaları diyelim. Nderuar Mihil Krasniqi, të përshëndes dhe të uroj gjithë të mira dhe tani po më lexoj mesazhin tuaj. Nderuar Moza, bëni një program shumë të bukur dhe na përfaqësoni neve si shqiptarni që jemi atje në Turqi ku banojnë me miliona shqiptar. Ndjehemi shumë krenare kur dëgjojmë këngët tona nëpërmjet zërave të ndryshëm të këngëtarëve shqiptarë dhe unë gjithmonë do jem pranë teje dhe gjithmonë do të përkrah me këngët e mia dhe të miqve të mi suksese e dashur mike. I nderuar mik, për mua një këngëtar si ti, të cilët e ndjejnë në kombin, janë këngëtar të vërtetë dhe njerëz me nderë, sepse një këngëtar përfaqëson me të vërtetë me këngët që këndon përfaqëson kombin e tij. Nuk është e thjesht të dalësh të këndosh dhe të thuash jam këngëtar. Këngëtar i vërtet është ai që ndjen muzikën, që ndjen kombin dhe bën diçka për kombin e tij dhe juve. Dhe këngëtarë të nderuar si juve po bëjnë shumë për kombin sepse po më ndihmojnë dhe po dërgojnë këngët e tyre, siç jeni juve Mihil Krasniqi, siç është Masar Sinani, siç është Labinot Rexha, siç është Bujar Qamili, siç është Zëri Bilbili, Gëzim Kaso dhe Merita Halili dhe shumë e shumë këngëtarë të tjerë të cilët gjithmonë më përshëndesin, gjithmonë më dërgojnë këngë dhe unë ju përshëndes dhe uroj suksese të mëtejshme me jetë. Ajo që e bën këngëtarin të famshëm është thjeshtësia, është mençuria dhe është dashuria për teleshikuesit dhe për popullin. Dhe ju jeni një këngëtar i tillë. Ju përshëndes dhe uroj gjithë të mirat dhe faleminderit. Gjithmonë burravo ka pas njëre luz malsia luken menin Her me turqen me Serbin janë pre burra pleqetri sa thyve me pas liri
Kthehet e në programin Zdeva me Diorës, të dashur bashkëdhetare kudo që jeni, kudo që ndodheni, programin po e vazhdojmë, sepse javash po kalon koha si ujë dhe nuk po na del që të realizojmë të gjithë dëshirat e teleshikuesve. Bi mesazhu ku maki stjorum, Mimoza ju përshëndes nga Italia, më quajnë Bernardi dhe me disa shokë jemi mbledhur nga Venecia, po ju shikojmë dhe ju përshëndesim dhe ju urojmë shumë gëzime dhe suksese për këtë program kaq të bukur që po bëni në Turqi, ku mbanojnë me milionara shqiptarë dhe ne jemi adhuruas tuaj dhe ju falenderojmë shumë për këtë punë patriotike që bëni. Të dashur miq nga Italia, të dashur shqiptar kudo që ndodheni, ju përshëndes dhe unë dhe ju uroj që kudo që të jeni të keni suksese, se ne shqiptari kudo që jemi, kudo që ndodhemi, gjithmonë kemi folur për patriotizmin tonë dhe gjithmonë flasim me punën që bëjmë. Se ne shqiptarët kudo në botë jemi njohur si kombi që ka besën. Ne njihemi për besën dhe për trimërinë. Jemi një nga kombet më të vjetra të Evropës, kombet të cilat kemi pasur mbretërinë më të njohur iliriane dhe mbretin më të madh i lirë. Dhe jemi ne shqiptarët që gjithmonë jemi njohur për trimërinë dhe besën dhe ju lutem këto ta mbajmë kudo që jeni. Dhe unë do të jurgoj juve këngën më të bukur shqiptare për të gjithë bërgjimtarët që ndodhen në Itali.
Evet, programımız tabii ki devam edeceğiz. Şu an tabii ki selam kime gidiyor? Evet, sıradaki hangi şarkı olacak? Oj, Shqipëri, oj nana ime. Donë se jam unë e mërguar, dashnin tane zemra kur se ka haruar. Ve şu an bir mesaj Tirana'dan tabii ki Lami ailesine geliyor. Bravo Mimoza, pas ke emision shumë të bukur, është hera e parë që në po e ndjekim dhe të falenderojmë Altin Lami me fëmijët dhe familjen. Edhe unë i dashurtini ju përshëndes ty familjen, nonën, vlezërit, motrat, farefisin, tëndin dhe timin të gjithve dhe ju uroj që të jeni mirë dhe gjithë të mirat. Ju dua shumë dhe me merë malli si për Shqipërinë dhe për juve. Hemen sıradan Gazim Kasso'da Diyalda Çam, Arnavutluğun güney tarafında gidiyoruz. Evet, Çamörya bizim için çok değerli, çok önemli bir bölgedir ve müzikleri çok farklıdır. Hani Arnavutluğun güney, kuzey tarafı, biz şöyle diyoruz, bir dalda iki ağaç.
Yani Kuzey, Güneydoğu ve Geyik ve şu an tabii ki biz nereye gidiyoruz? Geyklerden geçtik. Labinot Reca'da güzel bir Geyik şarkısıydı. Şu an Tostlar'a gidiyoruz. Çamlıri'ye gidiyoruz. Güzel bir Güney şarkısı. Evet, herkes için gelsin. Ondan sonra kısa bir reklam olacak. Reklamdan sonra ben burada olacağım. Siz de bir yerde ayrılmayın, olur mu? Hemen gelsin. Mesajım var. Fehmi Abazi yazıyor.
po nuk ka bes sot moj motor. Krejt njerëzit shesin veten përpare. Po juve urime për emisionin, jeni shumë i respektume, jeni vërtet shqiptare e të gjithë kombit të lumt, ne të lumt nase kena njerëz si ju, shumë pak që janë me zemër shqiptare. Femi Abazi, Kosova'dan yazıyor ve gerçekten bugün bekliyorlardı beni misafirlerim. I nderuar Femi Abazi, të nderuar shqiptar, të diasporës shqiptare dhe kudo që ndodhin në botë, patjetër që dikush shet vetin me lek, dikush bën punën sepse e ndjen, ne jemi shqiptar, ne jetojmë për kombin tonë, ne jetojmë për gjuhën tonë dhe kushdo që ta mbajë i lumtë. Dhe ta trashëgoj emrin e shqiptarnisë, leku sot vjen dhe hikën, por ajo që ngelet është ajo që bën njeriu. Dhe ju falenderoj që më shikoni, që më ndjekni nga Kosova dhe ju përshëndes dhe gjithë të mirat nga unë. Evet, tabii ki programımız devam ediyoruz. Aslında fazla konuşmak istemiyorum çünkü zamanım akıp da gidiyor. Tüm istekler gerçekleştirmek istiyorum. Arkadaşlar, telefon mu var? Ergin'cim? Buyurun. Evet, telefonum var. Alo. Alo. Buyurun. İyi günler. İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Ya sizler... neredesin be kızım ya? Ben de sizleri özledim. Ha. Ne var ne yok? İyiyiz işte. Ben orada yanlış yazılmış. İzmir değil, İzmit. Kocaeli. İzmit. Arkadaşlar Fehim Batmaz. İzmit, evet. Kocaeli'den arıyorlar. Ha. Yani İzmir'i değiştirebilir miyiz Engin'cim? Evet. Geçen gün görüştük ya sizinle. O bizim Arnavutluk'ta bir akrabalar vardı ya. Halili soy ismine. Evet. Ha. Onlarda bir haber var mı acaba? Agim? Pardon, bir daha söyler misiniz? Asip Halili, İskender Halili. İskender Halili. Ben onlarla bir arada konuştum. Ha. Siz onlarla görüşmüyor musunuz? Ya biz ulaşamıyoruz kızım be. O zaman şöyle, ben onlarla görüştüm çünkü tamam. Ve sizin selamınızı gönderdim. Siz bana lütfen telefonunuzu bırakın stüdyodan, yani telefonu kapatmayın. Hemen tamam. Arkadaşlar telefonu not alsınlar. Programdan sonra ben sizi arayacağım ve onlarla ilgili bağlantıya geçeceğiz. Ben de sizi buluşturacağım çünkü Agim Ömeriye, Fatma Uyar'la ta Aydın'da yaşıyorlarmış. Onlarla ben buluşturdum 40 sene sonra. Tabii ki nihayet birbirini buldular ama buradakiler Arnavutça bilmiyorlar, oradakiler Türkçe bilmiyorlar. Artık tercümanlık da yapıyorum bu arada. Tamam, tabii ki de size de yardımcı olacağım. Benim numaramı alsınlar rejiden. Tamam, ya da istersen hemen verin, ben alabilirim ya da rejideki arkadaşlara bırakın. Ya şimdi açık bırakarsam çok yazar. Tamam, hemen o zaman siz telefonu şu an kapatmayın. Biz diyaloğu kesiyoruz ve arkadaşlar senin telefonu alsınlar. Ben sizi arayacağım. Siz yazın, ben vereyim telefon numaramı, siz yazın orada. Tamam. Hadi. 0262. Evet. 324. Evet. 35. Evet. 77. Tamam, ben sizleri arayacağım. Okay, tamam, iyi programlar sonra. Kızım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Saygılar, sevgiler. Sırada Oykosov parçası var. Size göndereceğim. Bir mesajım var. Fehmi Abazi yazıyor. Po nuk ka bes sot moj motor. Krejt njerëzit shesin veten përpare. Po juve urime për emisionin, jeni shumë i respektume, jeni vërtet shqiptare e të gjithë kombit të lumt, ne të lumt nase kena njerëz si ju, shumë pak që janë me zemër shqiptare. Fehmi Abazi, Kosova'dan yazıyor ve gerçekten bugün bekliyorlardı beni misafirlerim. I nderuar Fehmi Abazi, të nderuar shqiptar, të diasporës shqiptare dhe kudo që ndodhin në botë, patjetër që dikush shet vetin me lek, dikush bën punën sepse e ndjen, ne jemi shqiptar, ne jetojmë për kombin tonë, ne jetojmë për gjuhën tonë dhe kushdo që ta mbajë i lumtë. Dhe ta trashëgoj emrin e shqiptarnisë, leku sot vjen dhe hikën, por ajo që ngelet është ajo që bën njeriu. Dhe ju falenderoj që më shikoni, që më ndjekni nga Kosova dhe ju përshëndes dhe gjithë të mirat nga unë. Mimoza, përshëndetje nga Adapazari, po ju ndjekim këtu dhe ndjehemi krenar për këtë program që po e flet edhe në Shqip dhe po na transmeton këngë të ndryshme shqiptare. Kemi mall për vendin tonë dhe ju lutem mund të shfaqesh për neve këngën Oj Kosovo oj nëna ime? Patjetër, sepse për mua të nderuar miq, ato që po ndjekin programin tim, të gjithë shqiptarët dhe mërgjimtarët, të gjithë bosnakët, të gjithë makedonësit, kosovarët, apo turqit, kushdo qoftë, janë të nderuar, sepse askush nuk ka që të bëj brenda në ekran nëse nuk ka lidhje me teleshikuesit që janë në ekran dhe nëse nuk respekton ato. Për mua jeni të nderuar dhe ju falenderoj shumë, patjetër që dëshira juaj da realizohet pas pak. Telefonum var, alo? Alo? Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız?
Ima ma Arnut që konuşmayı tercih ediyorum Arnavutlarla. Eyvallah, ndash Arnavutçe, ndash Turqe, ndash qysh dush. Mirë se erdhe. Mirë si në gjetë. A jeni mirë? Mirë, ju qyshini. Shumë faleminderit, dëgjova zërin tuaj, u bëra më mirë. A? Tani që jo dëgjova juve, ndihem edhe më mirë. Mirë, edhe programi mirë për hajrgen, e? Shumë faleminderit. Doja të pyesja diçka, më keni marrë dhe më parë në telefon. Sa vite keni në Turqi? Una? Po. Valla, baba më kalin në Tyrkije. Baba ju ka lind në Turqi dhe juve jeni rreth 60 vjeç apo jo? Jo, be mimoza, baba 82 vjeç që më ka deken, i ka, që o dek. Ani 82 vjeç o dek, na që 100 vjeç jena ardhen. Po, edhe ju keni lindur këtu dhe akoma mbani Shqipen dhe flisni Shqip. Na Shqipen se kena hupen, e më pak me zërë për folim tash. Jo, shumë bukur po e folni dhe unë me të vërtet ju përshëndes dhe ju uroj, sepse patriot është ai që nuk humbën besën dhe nuk humbën gjuhën. Do, drejt. Ti shumë gjufte me sapë. Ha? Se, për çfarë ne jemi ne shqiptarët në botë? A ne jemi për besën? Po për besën jena për krejt jem, po ti shumë gjufte ku shumë me sapë. Kemi një vjershe të shkruar nga shkrimtarët tonë të mëdhej të Shqipërisë. Oj, Shqipni e mjera Shqipni, kush të kanë nxjerrë me kryen hi? Kush e nxjerr, ai që humb besën, e humb me të vërtetë dhe vlerën e Shqipërisë. Prandaj të gjithë shqiptarëve ju uroj dhe ju kujtoj që mos harrojmë besën se jemi shqiptar. Mimoza. Urdhëro. Që po të hapi shoqen fol me të pak. Faleminderit. Hajde. Dakor. Shumë mirë, unë gajer kur do nisi programin, mos më shiko këzet, do të kërkoj, ere këngë jene do kërkoj shumë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Dhe ju uroj gjithë të mirat, përshëndetje të gjithë shqiptarëve këto që ndodhen. Shumë mirë, ajde, ditën e mirë. Ditën e mirë, ju pafshim, falenderime. E vetë sëra dhe kisharkë, Rifat Berisha da rushi mori rushe, e vetë tëm Arnavutlarë, tëm Arnavut Göçmenler një galsin. Falim, shumë mirë. E vetë arkadaşlar, sëra dhe kisharkë galsin lütfen. Nga Kosova dhe ju përshëndes dhe gjithë të mirat nga uno. Da pak të domi.